Në Australi është ndaluar përdorimi i këtyre rrjeteve sociale deri në moshën 16 vjeç. Mendoni që duhet të aplikohet dhe në Shqipëri një rregull i tillë? Derisa ka arritur gjendja gjërë këtu që ishte mira që të merret edhe kjo mas me një qeveria do të shikojë. Jo qeveria po dhe shoqëria shqiptare do të shikojë, që nga familja do të shikojë këto probleme. Se këto janë gjëra që të merr jetën, nuk puna se bëre një shakaj. Ti biesh me thikë teatrit kot për skot. Për mendimin tim po, mund të ndalohen rrjetet sociale se po shkatrojnë të rinjtë. Mendoni se duhet ndaluar përdorimi i këtyre rrjeteve dhe në moshën 16 vjeç sikurse është vendosur në Australi? Mendoj se po. Ndikon shumë tek fëmia, ndikon shumë tek zhvillimi i tij. Secili prind vendos vetë si e rrit fëmijën, por unë me këtë mendim jam. Ka bërë shumë. Mendoni se duhet aplikuar dhe në Shqipëri një ligj? Me patjetër. Me gjithë të ngjarje që po ndodhin, sidomos në moshat e reja, duhet patjetër që të ndalohet. Mirë është që duhet fillojë një edukim, domethënë që nga familja, që mos të pajisen ose më mirë të organizojnë një far ore ose një far kohë që ato ta kenë në domosdoshmëri për të qenë më afër me teknologjinë, po jo duke shfrytzuar gjatë gjithë kohës dhe duke ndenjur domethënë gjithmonë në harrezë, edhe qoftë edhe për të lidhur ngushtë edhe me realitetin e jashtëm që ato jetojnë. Pastaj duhet të jetë pjesë e komunitetit, pjesë e shkollës. Domethënë duhet një bashkëpunim, po dhe në fund siç e thatë edhe ju do ishte mirë edhe pjesa e ligjit. Rrezikshmëria më e madhe vjen deri tek mosha 16 vjeç sepse shumë fenomene po i shohim përdit dhe po ndodhin në bazë të kësaj teknologjie të cilën na është afruar. Interneti është plotësisht i dëmshëm për moshat e reja. Se po e përdorin edhe pa kriter sepse derisa ka dalë interneti jashtë kohës edhe i tharë në spore për fëmijët është negativ shumë. Ndihmon, po tash me ligj edhe sonin përcaktoj se të ndalohet sepse është i kohës. I duhet edhe për një mësim, për një diçka, po nuk e përdorin për mësim, e përdorin për gjithë ditën telefon. Telefoni janë i dëmshëm. Vallai prindin nuk janë të ngjuë. Kanë mara ka me po televizore, telefoni nuk e ngjen, se maja ne me pa në masketën e na. Së fundmi Australia e ka ndaluar me ligj përdorimin e rrjeteve sociale. Mos duhet bërë kjo edhe në Shqipëri? Duhet bërë. Se mos për moshën 18 e poshtë. Kjo duhet bërë me ligj në Shqipëri. Patjetër, shumë e domosdoshme. Shumë e domosdoshme. Arrin me orë të tëra, janë sa gjithon që janë atë, janë 8 vjeçare, kështu që janë në gjimnazë, ata nuk ishe pa telefonova. Nuk e besoj të hiqet. Po pse? Këta kanë rarmi të tani edhe nuk është pa mundur, ja, hojnë TikTokun edhe e fun prap TikTokun. Mund të ndalosh për shembull në shkolla, kështu si që vjen fëmia në shkollë, mos u alon telefona me vete, gjëra të tilla, ama të heq ato se hejdot. Se hejdot, ajo është pjesë e jetës tyre.